Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me biznesin e Elbasanit ku prezantoi planin për transformimin e parkut metalurgjik, një trashëgimi industriale nga koha e komunizmit në një park kombëtar industrial dhe një hapësirë të gjelbër. Projekti synon krijimin e një zone të zhvilluar ekonomike, e cila do të funksionojë si një pikë lidhëse mes Tiranës dhe Elbasanit, duke e bërë këtë të fundit pjesë të metropolit shqiptar. Të hymë në një fazë të re në transformimin e kombinatit apo më saktë territorit të kombinatit metalurgjik në një park kombëtar industrial i cili ka një potencial të jashtëzakonshëm dhe për cilin ne duam të mbështetemi tek një aleancë me të gjithë bizneset që janë këtu të pranishme. Jo vetëm për të stimuluar më tutje, duhet të jetë një destinacion për të gjithë. Dhe ky park duhet bëhet praktikisht së bashku me automotoparkun, pika që do të bashkojë Tiranën dhe Elbasanin dhe që do ta bëjë Elbasanin pjesë të metropolit të Shqipërisë në dekadat e ardhshme. Pra jo vetëm Tiranë-Durrës, por dhe Tiranë-Dibër dhe Tiranë-Elbasan, duke pas parasysh transformimin e infrastrukturës dhe shkurtimin e distancave, janë faktikisht tre gjymtyr të kryeqytetit. Faktikisht. Dhe që të vish të punosh këtu është një distancë po aq ose edhe më e shkurtër se sa që mund të jetë distanca dhe koha që të merr të shkosh të punosh nga një anë e Tiranës në anën tjetër nganjëherë. Kështu që duhet parë edhe me këtë sy, edhe duhet kuptuar që këtu ka potencial për të hapur kryeqytetin dhe për t'i dhënë një energji dhe një frymëmarrje të re e përsërisë. Rama theksoi se ky transferim do të krijojë një destinacion ekonomik dhe turistik që do të përfshijë automotoparkun, jo kompleks sportiv ndërkombëtar sipas standardeve të larta FIA dhe FIM. Motoparku do të presë gara të mëdha si Formula 1, duke tërhequr deri në 300.000 spektatorë në vend dhe mbi 1 miliard shikues në ekranet ndërkombëtare. Shqipëria 2030 të jetë edhe vendi mikpritës i garës së Formula 1-shit, diçka e pa konceptueshme deri para ca kohë, diçka jo lehtësisht e konceptueshme nga vende shumë me emër se sa i yni, por ja që ne ja dalim edhe aty ku në një farë mënyre basti duket i pamundur. Dhe dua të theksoj që këtu nuk bëhet fjalë për të bërë një investim të kësaj natyre për një garë. Këtu bëhet fjalë për t'i instaluar ekonomisë shqiptare një motor të ri. Ky projekt është ekonomi, nuk është garë me makina. Dhe është ekonomi sepse në harkun e 360 vitit, ky projekt do të krijojë një destinacion. Ky projekt pritet të sjellë përfitime të mëdha ekonomike për Elbasanin dhe gjithë Shqipërinë, duke krijuar vende të reja pune dhe duke nxitur turizmin sportiv në rajon. Ky investim do të jetë një gur themeli për zhvillimin ekonomik të zonës dhe do t'i shërbejë si një pikë referimi për nisma të tjera të ngjashme në të ardhmen.